Përshëndetje miq të Gurmania Channel, mirë se erdhët në Rudy's Cake Factory. Për sot, kem vendosur të përgatitem një ëmbëlsirë me produkte pak më të lira, pasi që jemi shpenzuar për festat e fundvitit, kësa radhe do t'i kemi vetëm 3 produkte në ëmbëlsirën tonë. Do të fillojmë me kremën e lëngshme, që i kemi 500 ml. I kemi biskotat rreth 200 gramsh. E kemi qumshtin e kondenzuar 250 gram dhe për dekor të ëmbëlsirës do të përdorim shega dhe dredza. Këto i kam zgjedhur pasi që janë të preferuarat e mia, për ju shikues të dashur mund të përdorni cilat pemë t'i keni në shtëpitë juaja. Fillojmë me përgatitjen e kremës së pari. Kremën e lëngshme do ta tundim me mikser derisa të bëhet e trosh. Procedura e kësaj ëmbëlsire zgjat dikon 10 deri 15 minuta për përgatitje, ndërsa për ftofje i duhet gjysmë ore dhe është e gatshme për servim. Kur ju telefonojnë mysafirët në momentin e fundit se do të vinë, atëherë ju kisha preferuar ta bëni këtë ëmbëlsirë, pasi që është shumë e lehtë dhe shumë e shpejtë. Pasi që krema e lëngshme është rrahur në këtë gjendje siç po shihet edhe në kamera, fillojmë t'ia shtojmë qumshtin e kondenzuar. Ndoshta shumica edhe nuk e dini, mirë po qumshtin e kondenzuar mund ta gjeni në marketet tona dhe qumshti i kondenzuar do të thotë qumsht të cilit i është larguar i gjithë uaji dhe i është shtuar një pjesë e sheqerit. Kur të bashkohet qumshti i kondenzuar me kremën të cilën e kemi rrahur në mikser, siç po shihet do të filloj të bëhet një kremë shumë e shijshme. Krema jonë tani veç është gati. Pasi që jemi në punëtorinë e Rudy's Cake, unë e kam zgjedhur këtë formën që ta përgatis sot ëmbëlsirën. Mirë, po në shtëpi tuaja mund të përdorni tepsijat që i keni në shtëpi, apo ato enët e qelçit që janë në formë katrore, nuk ka kurfar problemi. Filloj me renditjen e biskotave. Biskotat mund t'i zgjedhni cilat të dëshironi. Keni edhe biskota integrale, keni edhe biskota me çokoladë. Unë sot kam zgjedhur t'i përdori biskotat e bardha. Kemi një rand biskota. Shtresës së parë së kremës nuk do i shtojmë pemë. Kremën do e rafshojmë. Do të pasur kujdes pasi që biskotat edhe mund të lëvizin. Mirë po, është shumë e lehtë dhe t'i rafshojmë. Nëse i përdorni në tepsi, atëherë ato nuk mund të lëvizin. Mirë po, në këto forma dhe lëvizin. I mbuloni të gjitha qoshet. Kemi pjesën e dytë të biskotave. Parafërsisht na shkojnë në këtë formë të tepsisë më shkojnë rreth 12 biskota në një rend, që do të thotë gjithsej 24 biskota. Biskotat i kemi rafshuar. Tash pjesës së dytë të kremës do i shtojmë shegat edhe dredzat. Mirë po dredzat së pari duhet t'i prejmë. Mund t'i preni në kube të vogla,
në çfarë do masie që të dëshironi. Në vend të dredhzave mund t'i shtoni kur është koha e boronicave dhe boronica, apo mjedra. Unë sot kam vendosur që ta bëj me dredhz dhe me shik. Përzije mirë. Dhe e vendosim kremën me pemë për sipër. Marim lartë më afër. Dhe e rafshojmë. Pasi që unë kam përgatitur më shumë krem, atër pjesën cila nuk na nevojitet vetëm e largojmë. Kjo ëmbëlsire ka një shije shumë të freskët dhe është ëmbëlsirë shumë verore. Ju kisha preferu që tash në janar, pasi që është muaj shumë i nxehtë, ta provoni. Po bëj pak shaka. Ëmbëlsira jonë është e përfunduar. Do e vendosim, ju do ta vendosni në frigorifer, në shtëpi, mirë po unë pasi që koha nuk na premton këtu në dyqanin tonë, unë po e vendosim në freskë kësaj radhe. Derisa ëmbëlsira të ftohet, ne do ta përfundojmë dekorin sipër ëmbëlsirës. Për dekor të ëmbëlsirës, prap, unë do të përdorit kësaj radhe vetëm dredhzat, të cilat do t'i marrim. Dredhzat i kemi pastruar më herët. Gjithmonë ju preferoj që dredhzat të pastrohen para përdorimit, pasi që dhe shumë shpejt mund të prishen. Ëmbëlsirës në frizi duhet të qëndroj 10 minuta, do shta edhe më pak, pasi që e kemi në -22. Mirë po në frigorifer, ju kisha rekomanduar që së paku gjysmë ore ta mbani. Dredhzat për dekor vetëm i kemi gati, derisa ëmbëlsira të ftohet, ne po e pastrojmë vendin dhe kthehemi pasi që ëmbëlsira jonë të jetë gati. Pas pastrimit të tavolinës, tash do të shkojmë ta marrim në frezë ëmbëlsirën të cilën e kemi përgatitur. Ëmbëlsira jonë veç është ftofur. Do e dekoroj me dredhza. Dredhza duhet të prehen në fleta sa më të holla, pasi që ju duhet një sasi mjaft e madhe për ta mbuluar ëmbëlsirën. Unë tani po e mbuloj vetëm pjesën të cilën do ta prejmë dhe do ta provoj me ekip.
tash e para do ta provoj unë. Nuk ja kemi huqur receptit ëmbëlsirë fenomenale. Ju rekomandoj që ta provoni edhe ju në shtëpijat e juaj. Miq të dashur, shihemi në emisionin e radhës në Gurmania Channel.